Hazrollit, si që pash, me qëllim, nuk kanë qenë të përshëndrum kujt nga vjedhin votat, por për kënd po vjedhin votat, kështu mendoj. Do të thonë, ata kur e kanë lexuar emrin, le të themi gabimisht, se po supozoj kjo ka qenë mënyra e ngritjes votave për kandidat specifik, kur e kanë lexuar një emër gabimisht me qëllim, nuk kanë shikuar fort kujt po ja morin votën, por duke qenë se këta kandidat kanë qenë pjesën e sipërme të kandidatëve të votuar, kanë ngjarë që natyrisht dhe matematikisht do të dëmtoheshin më shumë. Kur po them që është jashtë më e thellë, kjo tregon se gjithë sistemi elektoral i Kosovës në një farë mënyrë është i dështuar. Sepse njëra prej arsyeve që ke parë një vjedhje hatashme ose le të themi një organizim sistematik të vjedhjes së votës në Prizren, ka të bëjë me falsimin ose nën përfalsimin. Domethënë ekziston një, le të themi, nevrikosje apo një hidhrim goxha serioz i zonave të cilat megjithëse e votojnë një parti në masë të madhe, si në rastin e PDP-s Prizreni, ndjehen gjithmonë të cuguar sepse nuk marrin përfaqësues të tyre. Sepse në anën tjetër kemi një rajon të koncentruar si Drenica, e cila pastaj i mund me vota këta të Prizrenit. Dhe mendoj që këtu ka lind ajo farë, le të themi, mëria, po lakmia të pruar që hajde do të bëjmë diçka për ta kundërshtuar, le të themi, për ta balancuar këtë disbalancë. Sidoqoftë, është një moment kyç dhe shumë i përshtatshëm që partitë politike të reflektojnë dhe të ndryshojnë sistemin zgjedhor. Që Kosova të ndahet në disa zona zgjedhore, më ideale do të ishte që secili kandidat të luftonte brenda zonës vet. Se tash nuk po duam shumë të këta brenda zonës vet kanë kandiduar dhe ama votat ja kanë qenë njëri tjetër. Vjedhjet nëse është shef, se para se më u bë kjo, si themi, para se më analizu ka shtellë apo analizon joni, fillova me shikuna për qendrat votimit, e shikon, për shembull, se e dia pak a shumë si është skema e organizimit në Prizren, shikova Orivshin, e shikova Gjonajn, nëse është shef i ke i disi nuk po analizoni, i ke disa klika. Për shembull e ke, nëse zgaboj se do të shikoj prapë, nuk që ishte Enver Hoxha i bashkë me Kujtim Garshin, në anën tjetër ishte Feta Paqarizi bashkë me Najt Hasanin, bashkë me Ardian Çollakun, do më këto ishin klika. Jo, Arialiti se Adrian Çollakun e kemi mirë në gazetën Blitz. Më falë, vjen keq. Desha të them që nëse shef janë skemat përfitimit të votuesve lokal. Më thonë do shme pa që, ose për shembull Fatih Demoku nuk është i Prizrenit, po me apo pa dëshirën e tij është bërë pjesë e njërës për listave zgjedhore që kanë përfituar. Sepse mund ta shikosh, mund të shikosh për shembull nëse shikon në Gjonaj ose Velesh, nuk kujtohet, e ke që Enver Hoxhaj dhe Kujtim Garshi nuk kanë përfituar vota. Por e ke në anën tjetër që Najt Hasani bashkë me ta Paqarizin e tjera kanë përfituar këto vota. Ama reagimet e tyre, besoj, Bleroni, pa reagimet e tyre,